Partia opozitare maqedonase LSDM pyet se përse pas zbulimit shokant të skandalit për 10 operacione të panevojshme në zemër nuk janë ngritur padi penale. Gjithashtu pyesin se përse nuk janë prezantuar emrat e mjekëve dhe klinikave që i kanë kryer këto operacione. Kako je možno za ovakav skandal? Si është e mundur që për një skandal kaq të paprecedent ministri ta prezantoj rastin në këtë mënyrë, pa informacion të plot dhe pas një raport. Ministri Aliu pretendon se një komision identifikoi operacione të panevojshme, por në të njëjtën fjali thot se raporti nuk ishte përfundimtar. Nëse raporti nuk është përfundimtar, si u vërtetuan faktet tronditëse? Nëse u vërtetua, pse po fshihet dokumenti? Simona Cvetanovski thotë se LSDM insiston që gjithçka të tregohet publikisht. Kërkojnë publikimin e menjëhershëm të raportit të plot, në gjendjen e tij aktuale, pa redaktime, pa përzgjedhje dhe pa hekurosje shtesë. Publikimi i të gjitha klinikave dhe subjekteve private që ishin pjesë e procesit. Publikim i të gjithë emrave të komisioneve, këshillave, mjekëve dhe menaxherëve që morën vendime. Ata kërkojnë aktivizimin e prokurorisë publike, Komisionit për Antikorrupsion dhe Policinë Financiare, për shkak të, siç thonë, indikacioneve serioze për korrupsion, referim të paautorizuar të pacientëve dhe përfitim nga vuajtjet e të tjerëve. Ndërsa gjithashtu thonë se duhet mbështetje ligjore dhe psikologjike për pacientët dhe familjet që janë përballur me trauma dhe rrezik për jetën e tyre.